Në spektaklin Ferma VIP, mbrëmjen e kaluar është regjistruar një nga momentet më të papritura të këtij edicioni, i cili menjëherë ka bërë xhiron e rrjeteve sociale. Protagonistë të kësaj skene kanë qenë balerini i njohur Ilir Shaqiri dhe shkrimtarja Mimoza Ahmeti, të cilët ndodheshin në kuadër të një loje brenda shtëpisë së Fermës, e njohur si sfida e mosreagimit. Gjatë lojës, Ilir Shaqiri tentoi ta provokonte Mimoza Ahmetin duke ju afruar shumë pranë dhe duke përdorur gjeste e mimika të ndryshme, me qëllim që ajo të humbiste përqendrimin dhe të reagonte. Mirpo, situata mori një kthes të papritur, që askush nuk e priste. Babai dhe motra e Noizut në Spak thirren si dëshmitar për grupin e Laert Haxhiut. Në vend që të qeshte apo të tërhiqej nga loja, Mimoza Ahmeti ruajti qetësinë dhe në një moment i drejtoi një pyetje balerinit. A të bëj një gjë të frikshme? Me njëherë pas kësaj, ajo e kapi nga fytyra dhe e puthi në buzë Ilir Shaqirin, duke shkaktuar habi të plot në ambientin e shtëpisë. Banorët e tjerë reaguan me njëherë të surprizuar nga veprimi i saj, duke mos e fshehur emocionin dhe befasin për atë që ndodhi gjatë lojës. Momenti është bërë viral në rrjete sociale, ku përdoruesit po e komentojnë gjerësisht si një nga skenat më të pazakonta të këtij sezoni.